Përshëndetje miq të nderuar, sot deshta të marr disa minuta për të folur për diçka shumë të rëndësishme, dhe ky është fakti se nëse Perëndia nuk është një Perëndi trinitarian, atëherë nuk mund të ketë shlyerje apo pastrim nga mëkatet tona. Mirë, por që ta bëj këtë, së pari dua që t'jap një përkufizim, një definicion të asaj se çka ne si të krishterë besojmë lidhur me Trinitetin. Ka shumë njerëz që kanë shumë keq kuptime lidhur me atë se çka Triniteti është apo çka të krishterët besojnë lidhur me Trinitetin. Shumë njerëz mendojnë se ne besojmë në 3 Zota të ndryshëm, por kjo nuk është as pak e vërtetë. Bibla është shumë e qartë se është vetëm një Zot dhe vetëm Ai duhet adhuruar, është vetëm një Zot që i ka krijuar gjërat që ne i shohim, që na ka krijuar neve, dhe vetëm Ai meriton që të adhurohet. Dhe të krishterët e vërtet kurrë nuk kanë besuar, dhe në fakt as nuk besojnë në 2, 3 apo më shumë Zota. Një gjë e tillë është komplet kundër Biblës, dhe ne si të krishterë besojmë Biblën, pastaj nuk besojmë. Prandaj nuk besojmë në shumë Zota, por një Zot të vetëm. Bibla është shumë e qartë se është vetëm një Zot, që në fillim në fakt në Dhjetën e Vjetër, në njërin nga librat e Mojseut, që quhet Ligji i Përtrirë, kapitulli 6, vargu 4, na thuhet se dëgjoj Izrael, Zoti Perëndia ynë është një i vetëm. Është një Perëndi i vetëm, këtë na thot Bibla. Jezusi në fakt e përsërit të njëjtën gjë tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 12, vargjet 28 dhe 29 na thot këtë. Atëherë një nga skribët që kishte dëgjuar diskutimin e tyre, duke e kuptuar se ai ishte përgjigjur mirë, ju afrua dhe e pyeti cili është i pari i të gjitha urdhërimeve, dhe Jezusi u përgjigj: urdhërimi i parë i të gjithëve është: dëgjoj o Izrael, Zoti Perëndia yt është i vetëm, një i vetëm. Biblia është e qartë, këtë që ka dhe shumë vargje tjera lidhur me faktin se është vetëm një Perëndi i vetëm, që të dëgjojmë në Bibël tek Isaia 44, kapitulli 6. Isaia ishte një profet që jetoi dikun 700 vite para Krishtit. Tek Isaia 44 vargu 6 thotë: kështu thot Zoti, mbreti i Izraelit, dëshiruesi i tij, Zoti i ushtrive, unë jam i pari dhe jam i fundit, dhe përveç meje nuk ka Perëndi. Isaia 45, vargu 5-6 thotë: unë jam Zoti dhe nuk ka asnjë tjetër, jashtë meje nuk ka Perëndi. Unë jam Zoti dhe nuk ka asnjë tjetër. Disa mendojnë se ishte Pali ai që e filloi këtë idenë e Trinitetit, edhe Pali besoi në më shumë se një Zot. Mirë, por kjo nuk është e vërtetë as pak. Tek letra në Timoteut, Pali e shkrua një letër shokut të tij Timoteut, kapitulli 2, vargu 5, thotë: në fakt një është Perëndia dhe një i vetëm është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve, Krishti Jezus njeri. Kështu që Bibla është shumë e qartë që është vetëm një Zot i vetëm. Mirë, po në të njëjtin kohë Bibla na mëson që ky Zot i vetëm, ky Zot që është një qenie e vetme, gjithashtu në të njëjtin kohë është i përbërë nga 3 persona të ndryshëm, jo 3 qenie të ndryshme, jo 3 Zota të ndryshëm, por 3 persona të ndryshëm. Pra janë 3 persona të ndryshëm brenda kësaj qendje të vetme. Këta 3 persona, siç e dim, janë Ati, Biri edhe Fryma e Shenjtë. Sipas Biblës, që të 3 këta persona janë një Perëndi i vërtet, i përjetshëm, i njëjtë në substancë, i barabartë në fuqi dhe lavdi, edhe pse dallojnë në personat e tyre. Tash të gjithë krishterët e vërtet e pranojnë, edhe unë e pranoj se ka një mister këtu që mendja e njeriut nuk mund ta kuptojë plotësisht. Ne jemi duke u ballafaquar me Perëndin që është i madh për te mendjes tonë për ta kuptuar. Dhe ka disa gjëra lidhur me Perëndin që mendja ju nuk ka kapacitet që ti kuptoj. Në fakt vetë Bibla thotë se ka një mister lidhur me këtë. Tek Timoteut 3:16 na thotë se s'ka asnjë dyshim se misteri i mëshirës është i madh. Perëndia u shfaq në mish, u shfaqsua në frymë, u duk ndër engjëj, u predikua ndër hebrejt, u besua në botë, u ngrit në lavdi. Pra ka një lloj misteri lidhur me atë se si Perëndia erdhi në mish si njeri. Tek Ligji i Përtrirë në Bibël kemi një varg shumë të rëndësishëm që duhet ta mbajmë mend shpesh. Ligji i Përtrirë, kapitulli 29, vargu 29, gjërat e fshehta janë i përkasin Zotit, Perëndisë tonë, por gjërat e shfaqura janë për ne dhe për bejt tanë përgjithënie, me qëllim që të zbatojmë në praktikë tërë fjalët e këtij ligji. Pra vetë Zoti na thotë që janë disa gjëra që janë të fshehta dhe Perëndia
nuk na ka zbuluar neve, ai na ka zbuluar mjaft që ne të kuptojmë dhe të zbatojmë në praktik fjalën e tij, mirë po duhet ta dimë që janë disa gjëra lidhur me Perëndin që mendja jonë nuk ka kapacitet ti kuptojmë. Në fakt në një prapë te profeti Isaia diku, nuk e bëj mend saktësisht kapitullin, po thotë që mendimet e mia janë për tej, ashtu siç toka dhe qielli janë larg nga njëra tjetrës, kështu mendimet e mia janë për tej mendimeve tua o njeri. Ne nuk mund si njerëz ta kuptojmë plotësisht Perëndin ashtu siç ai është. Ai është përtej imagjinatës tonë, ai është përtej logjikës tonë. Ne mund të dimë për Perëndin vetëm atë që ai e ka zbuluar. Ne mund ta njohim atë vetëm në mënyrën se si ai vetë na ka zbuluar neve. Nëse ne ka shumë religione në botë në fakt që religione të rreme, besime të rreme që e kanë kufizu Zotin me logjikën e tyre, edhe sipas tyre Zoti nuk mund të jetë diçka përtej asaj që mendja e tyre mund ta kuptojë. Mirë, por kjo është një rrezik i madh sepse atë ne e zvoglojmë Perëndin vetëm brenda asaj se çka truni jon apo mendja jon mund ta kuptojë. Kështu që ne duhet jemi të hapur. Normal nuk them që nuk duhet ta përdorim logjikën as pak. Normal Zoti na ka dhënë logjikën, mendjen tonë që ne ti përdorim ato, mirë po nuk duhet që na tash të kthehemi dhe ta përdorim mendjen tonë si një kufizim për Perëndin dhe të themi që nëse Perëndia thot diçka që mendja ime s'mund ta kuptoj, atëherë nuk mund të jetë e vërtetë. Ne I marrim gjërat me besim, edhe pse nganjëherë nuk kanë kuptim në mendjen tonë. Pra, Zoti është shumë më I madh se mendja jonë dhe ne mund të dimë për të vetëm atë që ai na ka zbuluar neve. Dhe në fjalën e tij Zoti e zbulon veten si një Zot të vetëm, por që është I përbërë nga 3 persona të ndryshëm. Edhe në fjalën e tij shifet shumë qartë se nëse Zoti nuk është trinitarian, nëse Zoti nuk është një Perëndi vetëm I përbërë nga 3 persona, atëherë nuk mund të ketë shlyerje apo të pastrim prej mëkateve tona. Dhe janë disa arsye për këtë. Së pari, kjo është për shkak se Perëndia është I drejtë. Perëndia është I drejtë. Fjala e Zotit na thotë se Zoti është një Zot I drejtë dhe ai është një gjykatës I drejtë. Ai është një Zot I dashur dhe e don drejtsinë dhe kërkon që drejtësia e tij të përmbushet deri në çdo pikë deri në fund. Tash siç e dimë, të gjithë njerëzit janë mëkatarë, të gjithë njerëzit kanë mëkatuar kundër Perëndisë, në fakt vazhdojnë të mëkatojnë çdo ditë. Njerëzit çdo ditë e thejnë ligjin e Perëndisë dhe ofendojnë Perëndin vazhdimisht në mëkatet e tyre. Dhe tash pasi që Perëndia është I drejtë, ai nuk mund të thjesht që ti lërë që të shkojnë të lirë ata që e kanë thyer ligjin e tij. Perëndia është I drejtë dhe kërkon që drejtësia e tij të përmbushet dhe dënimi për thyrjen e ligjit të tij të përmbushet. Imagjinojeni një gjykatës I drejtë nuk I lejon kriminalëve që të shkojnë të lirë, që dalin të lirë vetëm për shkak se ata kërkojnë falje për mëkatin apo për ofendimin që e kanë bërë. Drejtësia duhet përmbushur, dikush duhet patjetër që të paguajë për mëkatet tona, dikush duhet patjetër që të vuajë dënimin e drejtë për thyrjen e ligjit të Perëndisë. Dhe është e pamundur që ne si njerëz të paguajmë për këtë mëkatin e veten tonë. Do të shohim më vonë se si Perëndia e ka bërë këtë të mundur që drejtësia e tij plotësisht të plotësohet edhe në të njëjtën kohë njerëzit mëkatarë të pastrohen nga mëkatet e tyre. Pra arsyeja e parë sepse nuk ka falje për mëkatet tona apo pastrim nga mëkatet tona nëse Perëndia nuk është një Perëndi trinitarian, është për shkak se Perëndia është një Perëndi I drejtë. Së dyti, arsyeja pse nuk ka falje të mëkateve pa një Perëndi trinitarian është për shkak të ofendimit të madh që mëkati shkakton. Mëkati ynë është shumë I madh dhe është shumë I ligë. Është në fakt është aq I madh, aq I ligë, aq ofendues ndaj Perëndisë sa që asnjë prej nesh si njerëz kurrë nuk do të mund të paguajë për mëkatet tona. Për shkak se Perëndia është I përjetshëm, ofendimi I mëkatit ndaj Perëndisë është një ofendim I përjetshëm dhe meriton një dënim të përjetshëm. Edhe nëse ne kemi bërë vetëm një mëkat të vogël për shkak se mëkati ynë është kundër Perëndisë, bëhet një ofendim I përjetshëm edhe meriton një dënim të përjetshëm. Edhe asnjë qenie e krijuar nuk mund ta paguajë një dënim të përjetshëm, dhe vetëm një dënim I përjetshëm do ta plotësonte
drejtsinë e Perëndisë. Për këtë arsye, siç e dim, ata që vdesin si jo besimtar pa besuar në Perëndin, do të vuajnë përgjithmonë në liçenin e zjarrit apo në ferr apo në xhenem, sido që ta quash, dhe kurrë nuk do të arrijnë deri në atë pikë sa që ata e paguajnë plotësisht dënimin e mëkatit të tyre dhe të dalin jashtë nga liçeni i zjarrit. Gjithmonë do të vuajnë pa mundur kurrë që ta paguajnë dënimin. Prandaj fakti është që vetëm një qenie e përjetshme dhe një qenie absolutisht e shenjtë mund të paguajë dënimin e mëkatit. Dhe kjo është pse një Perëndi i tërë arian është absolutisht i nevojshëm që ne të mund të pastrohemi nga mëkatet tona. Dhe këtë Perëndia e zbulon në fjalën e tij. Këtë ai e zbulon në fjalën e tij se është një Perëndi i tërë arian i përbërë nga Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë, që të tre janë Perëndi, një Perëndi i vetëm dhe të shenjtë, të barabartë në fuqi dhe lavdi, dhe Bibla, fjala e Perëndisë na thotë se personi i dytë i Trinisë është Biri, Jezusi, që është pa fillim, pa mbarim, erdhi në këtë tokë si njeri që të paguajë për mëkatet tona. Pasi që asnjë nga ne nuk ka kapacitet që të paguajë për mëkatet tona, për shkak se ne jemi mëkatar, Biri, Jezusi erdhi dhe mori formë njeriu që të vdes dhe të dënohet për mëkatet tona, që në fillim Perëndia kishte thënë se paga e mëkatit është vdekja. Perëndia kërkonte vdekjen si pagesë për mëkatin. Për këtë arsye ai e vendosi sistemin e sakrificave ku njerëzit duhet të sillnin sakrificat apo të vresnin një kafshë, të derdhnin gjakun në mënyrë që ata të pastroheshin nga mëkatet e tyre. Perëndia nuk i thoshte atyre që nëse ju vetëm pendoheni dhe kërkoni përmëshirë, unë do t'ju fali. Perëndia gjithmonë kërkoi derdhjen e gjakut në mënyrë që ata të pastroheshin nga mëkatet e tyre. Mirë po, Bibla bën shumë të qartë që sakrifica e kafshëve nuk ishte e mjaftuar për t'i larguar komplet, për t'i pastruar mëkatet tona, po ishte si një sistem i përkohshëm që vetëm i mbulonte mëkatet derisa Krishti, sakrifica kryesore, erdhi për t'i larguar mëkatet nga njerëzit, për t'i pastruar ata nga mëkatet e tyre. Dhe kjo sakrificë duhet të ishte e përsosur. Kjo sakrificë duhet të ishte e përsosur dhe e përjetshme. Mirë, por nuk ka asnjë njeri që është i përsosur. Kështu që pyetja është, nëse sakrifica për mëkatin duhet të jetë e përsosur, atëherë kush mund të paguajë për këtë? Nuk ka asnjë që është i përsosur përveç Perëndisë. Kësaj pyetje, se kush atëherë mund të paguajë për mëkatet tona, kësaj pyetje përgjigjja i gjendet vetëm në faktin, në të vërtetën se Perëndia është një Perëndi trinitarian. Vetëm Perëndia është i përsosur dhe vetëm ai mund të paguajë për mëkatin. Njeriu e foti botën në mëkat dhe njeriu duhet të ishte ai që duhet të paguajë për dënimin e mëkatit. Mirë, por nuk ka njeri të përsosur, vetëm Perëndia është i përsosur. Atëherë si do të ndodhë kjo? Kjo është realiteti i Trinisë, kur personi i dytë që është vetë Perëndi i përsosur vjen në këtë botë duke marrë formë njeriu edhe e paguan dënimin e përjetshëm për shkak se ishte i përjetshëm edhe ishte i përsosur. Edhe Krishti vjen në këtë botë edhe e merr zemrimin e Perëndisë për mëkatet tona mbi veten e tij, i merr mëkatet tona mbi veten e tij, e bart zemrimin e Perëndisë mbi veten e tij, e plotson komplet drejtsinë e Perëndisë. Edhe kështu ne mund të drejtësohemi apo mund të shfaqsohemi para Perëndisë. Është Krishti vetëm i përjetshëm mund të paguajë për një dënim të përjetshëm, dhe në këtë mënyrë drejtësia e Perëndisë është plotësisht e përmbushur. Një Perëndi i drejtë, siç thash më herët, nuk lejon që mëkatarët apo kriminalët të falen vetëm për shkak se ata kërkojnë falje. Kjo është shumë e rëndësishme në fakt për të kuptuar, sepse sipas disa religioneve të rreme dhe që nuk janë të vërteta, dhe kriminali më i madh, për shembull si Hitleri, mund të kërkonte në faljen ndoshta në 2 ditët e fundit të jetës së tij edhe të shkonte në xhenet ose në parajs vetëm për shkak se kërkoi falje. Por pyetja është se kush do të paguajë për gjitha krimet që ai i bëri. Ta marrëm për shembull fenë islame. Në Islam do të ishte plotësisht e mundur që Hitleri të ishte në parajs sot, nëse ai ndoshta në javën, në vend që ta vriste veten me një plumb në kokë, do të ishte plotësisht e mundur që ai
të shkonte të pendohej, të bëhej musliman, të thashte shahadetin dhe me të vërtet bëhet musliman edhe ndoshta të vdes nga një smundje mbas një jave edhe ai do të ishte në parajs. Mirë, po ku është drejtësia në këtë rast? Ku është drejtësia në këtë rast? Kush do të paguaj për të gjitha krimet që ai ka bërë? Perëndia është i drejtë, ai nuk lejon një gjë të tillë. Kështu që arsyeja pse ne mund të falemi apo mënyra se si ne mund të pastrohemi nga mëkatet tona është kur dënimi për mëkatet tona paguhet nga dikush. Mirë, po asnjë njeri, asnjë krijesë nuk mund të paguajë një dënim të përjetshëm, vetëm ai që është i përjetshëm mund të paguajë një dënim të përjetshëm edhe Jezusi është një perëndi trinitarian, është perëndi i cili ekzistoi nga përjetësia. Ai në fakt thot këtu në fjalën e tij në Ungjil që ne kemi se para se të ishte Abrahami unë jam, ose tek Ungjilli i Gjonit kapitulli 17 kur Jezusi është duke u lutur, ai thot o atë më kthe lavdin që unë e kesha me ty para se bota të fillonte, para se unë të vija në këtë tokë. Do thot Jezusi kishte ekzistuar bashkë me Atin në përjetësi dhe ai është i përsosur, ai kurrë nuk mëkatoi. Jezusi është sakrifica e përsosur dhe e vetme që mund të paguaj për mëkatin tonë dhe mund na pastrojë nga mëkatet tona. Kjo është pse është e pamundur që të ketë falje ose pastrim nga mëkatet tona nëse Perëndia nuk është një perëndi trinitarian. Mirë, po për shkak se Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë që të tre janë një Zot i vetëm, një Zot i përjetshëm, Biri, personi i dytë i Trinisë, erdhi në këtë tokë, mori formë njeriu dhe plotësisht e pagoi dënimin për mëkatet tona. Për këtë arsye që në fillim të fjalës së Perëndia në fakt e zbulon veten si një perëndi trinitarian, një qenie në tre persona të ndryshëm, sepse është e pamundur që njerëzit të mund të pajtohen me Perëndin pa u paguar dënimi i mëkatit dhe vetëm një person i përjetshëm mund të paguajë një dënim të përjetshëm. Kështu që ne në këtë video kemi folur vetëm për dy personat e Trinisë, Atin dhe Birin, por nuk kemi folur shumë për Frymën e Shenjtë, dhe ndoshta do ta bëjmë një video tjetër lidhur me Frymën e Shenjtë, por vetëm shkurtimisht Fryma e Shenjtë është ajo që vjen edhe na bind neve për mëkat, na tregon neve nevojën për një shpëtimtar, na tregon neve se ne jemi mëkatar dhe ne kemi nevojë për një shpëtimtar, edhe sipas Biblës për ata që besojnë në Krishtin, kur ne pendohemi dhe besojmë se Krishti vdiq në kryq për mëkatet tona dhe u ringjall në të tretën ditë, kur ne me të vërtetë besojmë këtë dhe bëhemi të krishterë, Bibla na thotë që Fryma e Shenjtë vjen dhe jeton brenda nesh. Kjo ishte diçka që Perëndia kishte premtuar qysh në Dhjetën e Vjetër tek libri i Ezekielit, ku ai thotë se unë do të banoj brenda këtyre njerëzve. Mirë, po Perëndia është aq i madh dhe nuk mund të banoj brenda një personi. Jezusi me trupin e tij njerëzor nuk mund të banoj brenda meje. Mirë, po personi i tretë i Trinisë, Fryma e Shenjtë, që është frymë, vjen edhe mund të banoj brenda në trupat tonë. Në fakt Bibla na thotë që ne jemi tempulli i Perëndisë, vendi ku Perëndia banon, dhe ai banon në neve përmes frymës së tij të shenjtë. Edhe Bibla thotë se Fryma e Shenjtë në fakt është vula për cilën ne jemi vulosur deri në ditën e shpëtimit. Pra, kjo është pak a shumë se çka ne besojmë lidhur me Trininë edhe pse është e pamundur që ne si njerëz të shfaqsohemi apo të pastrohemi nga mëkatet tona nëse Perëndia nuk është një perëndi trinitarian. Kjo është e pamundur. Një perëndi që nuk është trinitarian nuk mund të vijë në këtë botë të vdes si sakrificë për mëkatet tona. Faleminderit për dëgjimin edhe besoj që t'ju ndihmoj kjo. Përpyetni veten, a besoni ju në këtë perëndi? Nëse ju nuk ka pastrim të mëkateve të tua para Perëndisë, dhe ti do të shkosh dhe do të vuash për to për gjithmonë në ferr. Faleminderit për dëgjimin tuaj dhe kalofshi mirë. Zoti ju bekoft.